Një histori që do t'ju prek zemrën dhe do t'ju mësoj se mirësia gjithmonë shpërblehet. Ariani shikonte nëpër dritaren e vogël të apartamentit të tij të shtrenjtë në Zyrik, ndërsa shirat e dimrit godisnin xhamat si lot të ftohtë. Ishte marsi viti 2023 dhe tashmë 3 vjet që kishte lënë Shqipërinë pas, duke u nisur drejt Zvicrës me një valizhe të mbushur me ëndra dhe zemrën plot shpresa. Por realiteti i jetës në Zvicër ishte shumë më i ashpër se sa kishte imagjinuar. Ariani, 28 vjeç, kishte studiuar bujqësi në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe kishte pasur një kopsht të vogël në fshatin e tij pranë Korçës. Por kur mundësitë në Shqipëri u bën gjithnjë më të pakta, ai vendosi të provonte fatin në vendin e Alpeve dhe orëve të sakta. Tani, 3 vjet më vonë, ai punonte si pastrues në një kompani pastrimi që shërbente në ndërtesa të mëdha në qendrën e Zyrihut. Paga e tij ishte e mjaftueshme për të paguar qirana apartamentit të tij të vogël në një lagje të largët nga qendra, por jo për të kursyer diçka ose për të jetuar komodisht. Çdo mëngjes gjoj në orën 5, merrte trenat e para për të shkuar në punë dhe çdo mbrëmje kthehej i lodhur me duar të pasura nga kimikatet e pastrimit. Por Ariani nuk e kishte humbur shpresën. Ai e dinte se kjo ishte vetëm një fazë kalimtare. Çdo fundjavë, ai dilte të shëtiste nëpër parqe dhe kopshte të Zyrihut, duke admiruar mënyrën se si zviceranët kujdeseshin për lulet dhe bimët e tyre. Zemra e tij ende rrahte për tokën dhe bimët. Ishte diçka që e kishte në gjak. Atë mëngjes marsi, ndërsa po përgatitej për punë, telefoni i tij u dridh. Ishte një mesazh nga kompania e pastrimit. Arian, ke një detyrë të veçantë sot. Duhet të shkosh në një vilë private në lagjen Sefeld. Adresa: Sestrasse 150. Zonja që jeton aty ka kërkuar pastruar special për kopshtin e saj. Paga është 2 fish i zakonshëm. Shiko që të jesh i veshur mirë dhe i sjellshëm. Zemra e Arianit u ngagjitër një pak. Sefeldi ishte një nga lagjet më ekskluzive të Zyrihut, ku jetonin njerëzit më të pasur të vendit. Ai nuk e kishte parë kurrë atë lagje nga afër, dhe më e rëndësishmja, do të punonte me kopshtin, diçka që e afronte me pasionin e tij të vërtet. Ai u vesh me rrobat më të mira që kishte, një pantallona jeans të pastra, një kemish të bardhë dhe një xhaketë të vogël të zezë. Ju duk sikur po shkonte në një intervistë pune, jo për të pastruar një kopsht, por donte të bënte përshtypje të mirë. Udhimi me tren nga lagja e tij deri në stacionin e Sefeldit zgjati 45 minuta. Ndërsa treni lëvizte përmes qendrës së qytetit, Ariani shikonte njerëzit që hipnin dhe zbrisnin, bankerë me kostume të shtrenjta, gra me çanta të markave të famshme, student me libra në sqetull. Të gjithë dukeshin sikur dinin pikërisht ku po shkonin dhe ç'do të bënin. Ariani ndjente ndonjëherë sikur ishte një i huaj në një botë që nuk i përkiste. Por kur arriti në stacionin e Sefeldit dhe filloi të ecte nëpër rrugë të qeta me vila madhështore, diçka ndryshoi brenda tij. Rrugët ishin të pastra si pasqyra, kopshtet para shtëpive dukeshin si piktura, dhe ajri vet dukej më i pastër. Ishte sikur kishte hyrë në një botë tjetër. Sestrasse 150 ishte një vilë e madhe me trikate, e ndërtuar në stilin tradicional zviceran, por me detaje moderne. Kopshti që rrethonte vilën ishte i gjerë, por Ariani vuri re menjëherë që kishte nevojë për kujdes. Bari ishte pak i gjatë. Gjethet e vjersës së vitut që kaloi ende ishin mbledhur në disa qoshe, dhe lulediset dukeshin të papërkujdesura. Ai u drejtua drejt derës kryesore dhe ra kambanën. Zëri që u përgjigj nga brendësi ishte i dobët, për i qartë. Kush është? Unë jam Ariani nga kompania e pastrimit, kam ardhur për kopshtin. Po, prisja. Eja nga ana e pasme e shtëpisë, ju lutem. Ka një derë që të çon drejt për drejt në kopsht. Ariani shkoi rreth vilës dhe gjeti një derë të vogël druri që hapi drejt kopshtit të pasëm. Një grua e moshuar, rreth 75-80 vjeç, po e priste aty. Ajo ishte e veshur me një fustan të thjeshtë gri dhe një kardigan leshi. Flokët e saj të bardha ishin të lidhura në një byth të vogël dhe sytë e saj të kaltër dukeshin të lodhur, por të mirë. Ti je Ariani? Pyetja ajo në gjermanisht, por me një theks të lehtë anglez. Po zonjë, unë jam këtu për të punuar në kopshtin tuaj. Ju përgjigj Ariani në gjermanishtën e tij të mësuar, që në fillim kishte qenë e vështirë, por tani ishte bërë mjaft e rrjedhshme. Emri im është Margaret Wilson, por mund të më thuash Margaret, tha ajo duke buzëqeshur. Jam nga Anglia në origjinë, por jetoj në Zvicër që 50 vjet. Buri im ishte zviceran. Ariani vuri re fjalën ishte.
Margaret duket se e ka humbur burin. Më vjen keq për humbjen tuaj, tha ai sinqerisht. Margaret e shikoi me vëmendje. Faleminderit. Heinrich vdiq para 3 vjetësh, që atëherë kopshti është neglizhuar shumë. Dikur ai kujdese për të gjitha këto, tha ajo duke treguar me dorë kopshtin. Por unë nuk jam shumë e mirë me bimët dhe mosha ime nuk më lejon të bëj shumë punë fizike. Ariani shikoi rreth e qark. Kopshti ishte vërtet i madh. Kishte një pjesë me bimë zbukurose, një pjesë me pemë frutore, një ser të vogël dhe madje edhe një liqen të vogël artificial me peshq. Por gjithçka kishte nevojë për kujdes. Është një kopsht i bukur, tha ai. Mund shikoj se ka qenë i planifikuar me dashuri. Heinrich e donte shumë kopshtin. Ai thoshte se ishte vendi i tij i qetë, tha Margaret, dhe Ariani mund të dallonte një notë trishtimi në zërin e saj. Por, të them të drejtën, nuk e di se çfarë të bëj me të, është bërë shumë i madh për mua. Ariani ndihu një dhimbje në zemër. Mund të shikte se kjo grua e moshuar ishte e vetmuar dhe e mbingarkuar nga përgjegjësia e kopshtit që dikur i kishte dhënë gëzim. Nëse dëshironi, mund t'ju ndihmoj të kujdesem për të, tha ai, jo vetëm sot, por rregullisht. Unë kam studuar bujqësi dhe më pëlqejnë shumë bimët. Margaret e shikoi me befasi. Por ti punon për kompaninë e pastrimit apo jo? Po, por kjo është vetëm punë për të mbjetuar. Dashuria ime e vërtet është kopshtaria. Kam pasur një kopsht të vogël në Shqipëri para se të vija këtu. Ah, ti je nga Shqipëria, tha Margaret me interesim. Kam dëgjuar se është një vend shumë i bukur, maleve dhe deteve. Po, është i bukur, por nuk ishte shumë mundësi pune për mua aty, shpjegoi Ariani. Prandaj erdha këtu të kërkoj një jetë më të mirë. Margaret qëndroi një moment në heshtje duke e studiuar. Ti duket një djalë i mirë, Arian, dhe mund të shikoj në sytë e tu se vërtet e do natyrën. Po të them diçka. Nëse ti mund të kujdesesh mirë për kopshtin tim sot, do të mendoj për ta bërë këtë një marrëveshje afatgjatë. Kam nevojë për dikë që ta doj kopshtin ashtu siç e donte Heinrich. Zemra e Arianit u mbush me gëzim. Do të bëj maksimumin tim, Margaret, ju premtoj. Mjetet janë në serën, gjithçka që të nevojitet, dhe mos harro, nëse ke nevojë për diçka, më thërrith. Do të jem brenda shtëpisë. Ndërsa Margaret u kthye në shtëpi, Ariani qëndroi për një moment duke shikuar kopshtin. Ishte si të shikonte një tablo të bukur që kishte nevojë vetëm për pak ngjyra të reja për të shkëlqyer përsëri. Ai mund të imagjinonte se si do të dukej kur të ishte në gjendje të përkryer. Lulet plot ngjyra, bari i jeshil si kadife, bemët frutore të mbushura me fruta. Shkoi në serën dhe gjeti një arsenal të plot mjetesh kopshtarie. Druqe, kas, grepa, makina të vogla për prerjen e barit dhe qindra lloj farash dhe fidanësh. Ishte sikur kishte hyrë në një dyqan kopshtarie. Heinrich duhet të ketë qenë vërtet një dashamirës i kopshtarisë. Ariani filloi punën. I pari vendosi të pastronte gjethet e vjetra dhe degët e thyera. Pastaj filloi të preste barin që ishte bërë shumë i gjatë. Ndërsa punonte, ndihej sikur po kthehej në shtëpi. Duart e tij që kishin mësuar të mbanin mjetet e pastrimit, tani mbanin përsëri mjetet që i pëlqenin më shumë. Rreth mesditës, dëgjoi një zë pas shpine. Arian, si po të shkon? Ai u kthye dhe pa Margaret që vinte nga shtëpia me një taban në duar. Shumë mirë, Margaret. Kam pastruar pjesën më të madhe të kopshtit dhe tani po punoj me lulediset. Solla diçka për të ngrënë, tha ajo duke vendosur tabakën në një tavulinë të vogël në teras. Sanduiçe dhe çaj. Duhet të ushqesh mirë nëse do të punosh kaq shumë. Ariani u befasua nga mirësia e saj. Në 3 vjet që punonte si pastues, askush nuk i kishte ofruar kurrë edhe ujë falas. Ju faleminderit shumë, Margaret. Jeni shumë e sjellshme. Eja, ulu dhe ha, dhe më trego për veten. Si të duket jeta në Zvicër? Ariani u ul në karrigen përballë saj dhe mori një kafshim nga sanduiçi. Ishte i përgatitur me kujdes, salmon, lule dhe një lloj gjalpi që nuk e kishte shijuar kurrë më parë. Jeta këtu është e vështirë nëse je i huaj, filloi ai. Punëgjësit janë të shtrenjta, gjua është sfidë dhe ndihem lonely, e vetmuar. E kuptoj, tha Margaret, edhe unë kam qenë dikur e huaj këtu. Kur erdha nga Anglia para 50 vjetësh për të martuar me Heinrichun, ndiheshe shumë e izoluar. Zviceranët janë njerëz të mirë, por janë pak të rezervuar. Po, pikërisht, tha Ariani. Por ju jeni e ndryshme, jeni shumë e ngrohtë dhe mikpritse. Margaret buzëqeshi.
Heinrichu më mësui shumë për mirësinë. Ai thoshte se nuk ka rëndësi nga vjen dikush, po si e trajton njerëzit rreth teje. Ata vazhduan të bisedonin ndërsa Ariani hante. Margaret I tregoi për jetën e saj me Heinrich, se si ishin takuar në Londër kur ai punonte si inxhinier për një kompani ndërkombëtare, se si ajo kishte lënë karrierën e saj si mësuese për të ardhur në Zvicër dhe se si kishin ndërtuar një jetë të bukur së bashku. Por nuk patëm kur fëmijë, tha ajo me një notë trishtimi. Përpiqesha për shumë vjet, por nuk erdhi. Kjo ishte trishtimi ynë I madh. Tani kur Heinrich nuk është më, ndihem vërtet e vetmuar. Ariani ndihua të prekur. Mund të shihte se kjo grua kishte jetuar një jetë plot dashuri, por tani po përballonte vetminë e pleqërisë. Por ju keni shumë kujtima të bukura, tha ai me një zëngu shëllues. Dhe ju keni një shtëpi të mrekullueshme me një kopsht që dikur ishte I bukur, mund të bëhet përsëri I tillë. Margaret e shikoi me shpresë. Ti vërtet mendon se mund ta sjellësh përsëri në jetë? Jo vetëm që e mendoj, por jam I sigurt, tha ai me bindjen e tij të natyrshme. Duhet vetëm kohë dhe dashuri. Pas drekës, Ariani u kthye në punë me një energji të re. Margaret kishte dalë dhe e shikonte nga dritarja ndërsa ai punonte. Ariani mund ta ndjente se ajo po e vlerësonte mënyrën se si ai trajtonte bimët, me kujdes dhe respekt. Deri në fund të ditës, kopshti ishte transformuar. Bari ishte I prerë në mënyrë të përkryer, lulediset ishin pastruar dhe rregulluar, dhe Ariani kishte madje filluar të mbillte disa lule të reja që kishte gjetur në ser. Margaret doli përpara se Ariani të largohej. Arian, nuk mund ta besoj se si duket kopshti. Është si të kisha kthuar Heinrichin. Sytë e saj u mbushën me lot gëzimi. Ju falenderit që më dhat mundësinë, tha Ariani. Kjo ishte dita më e bukur që kam pasur që kur erdha në Zvicër. Margaret heshti për një moment. Arian, dua t'ju bëj një propozim. Sa të kushton kompania për të ardhur këtu? Nuk e di saktësisht, por mendoj rreth 80-100 franka në ditë. Unë do të paguaj 150 franka në ditë, nëse mund të vish 2 herë në javë për të kujdesur për kopshtin. Çfarë thua? Ariani nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. 300 franka në javë vetëm për të punuar në kopsht. Punën që e donte më shumë, ishte më shumë se sa fitonte në 3 ditë punë pastrim. Margaret, jeni e sigurt? Kjo është shumë bujare. Jam e sigurt. Kam parë se sa I dhënje dhe sa profesional, dhe më shumë se kaq, kam parë se ke një zemër të mirë. Atë mbrëmje, Ariani u kthyer në apartamentin e tij të vogël me një buzëqeshje që nuk mund ta fshihte. Për herë të parë që kur kishte ardhur në Zvicër, ndjej sikur kishte gjetur jo vetëm punë, por edhe një qëllim. Javët që pasuan ishin më të bukurat që Ariani kishte jetuar në Zvicër. Çdo të martë dhe të shtunë, ai udhëtonte nga lagja e tij në Seefeld me një ndjenjë eksitimi që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Kopshti I Margaretit po bëi shpejt vendi I tij preferuar në të gjithë botën. Çdo javë shihte përparime. Lulediset që kishte riorganizuar filluan të lulëzonin. Pemët frutore, pas krasitjes së kujdesshme që kishte bërë, filluan të prodhonin mugja të reja. Edhe liqeni vogël artificial, pas pastrimit të algave dhe shtimit të bimëve të reja ujore, filloi të dukej si një vend ku mund të relaksoheshe dhe të mendoheshe. Por më e rëndësishmja se transformimi I kopshtit ishte miqësia që po zhvilloi me Margaret. Ajo kishte filluar të dalte më shpesh nga shtëpia për të biseduar me të, ndërsa ai punonte. Nga fillimi, ato ishin biseda të shkurtra rreth punës që Ariani po bënte, por gradualisht filluan të përfshinin tema më personale. Margareti tregoi për jetën e saj në Angli, për familjen që kishte lënë pas, për karrierën që kishte pasur si mësuese në shkollë fillore. Ajo ishte një tregimtare e shkëlqyer dhe Ariani shpesh e gjente veten duke pushuar punën për dëgjuar historitë e saj për jetën në Londër. Në vitet 1960, për udhëtimet që kishte bërë me Heinrich nëpër Evropë dhe për vitet e para të jetës tyre në Zvicër. Nga ana tjetër, Ariani tregoi për fshatin e tij në Shqipëri, për prindrit e tij që ishin fermer, për kopshtin e vogël ku kishte mësuar të donte bimët që në moshë të vogël. Ai përshkroi malet rreth Korçës, traditat lokale dhe mungesën e mundësive që I kishin shtyrë të largohej. Ti ma bën Shqipërinë të duket si një vend I mrekullueshëm, I tha Margaret një ditë prill, ndërsa shikonin së bashku lulet e para të pranverës që kishin filluar të çelnin. Është I bukur, por I vështirë për t'u jetuar, ju përgjigj Ariani. Nuk ka ashtu mundësi për një djalë që do të punojë me tokën. Të gjitha investimet janë në qytetet mëdha dhe bujësia është neglizhuar.
Por ti e ke braktisur një jetë të thjeshtë për një më të komplikuar këtu, vëreti Margaret. Po, dhe ndonjëherë pyetem nëse ishte vendimi i duhur. Këtu ka më shumë para, por ka më pak lumturi. Ose kisha, derisa fillova të punoj në kopshtin tuaj. Margaret buzëqeshi, kopshtaria është art i durimeve. Duhet të presësh të shohësh rezultatet e punës sonte, por kur i sheh, ja vlen presja. Kjo frazë u bë si një mantra për Arianin. Çdo herë që ndihej dekurajuar nga sfidat e jetës në Zvicër, ai kujtonte fjalët e Heinrichit përmes Margaretit. Kopshtaria është art i durimeve. Deri në fund të prillit, kopshti kishte marrë një formë breslënse. Ariani kishte shtuar një seksion të ri me perime, domate, specat, qepët dhe sallatën. Kishte riorganizuar lulediset në ngjyra harmonike, të kaltrat dhe të vjolltat në një anë, të kuqet dhe portokalltat në tjetrën, dhe të bardhat në mes si një urë lidhëse. Gjithashtu, kishte rindërtuar një pjesë të shtegut që çonte rreth kopshtit, duke përdorur gur natyral që kishte gjetur në zonën përreth. Tani Margaret mund të ecte lehtë nëpër kopsht, pa u shqetësuar se do të rrëshiste ose do të mbetej në balt. Arian, nuk mund ta besoj se çfarë keni arritur, i tha ajo një ditë maj kur ai po punonte me rregullimin e serrës së vogël. Kopshti nuk ka qenë kurrë më i bukur, edhe kur Heinrich ishte gjallë. Mendoni vërtet? Pyeti Ariani duke u ndier i lumtur, por edhe i përulur. Absolutisht. Heinrich ishte i mirë me bimët, por ti ke diçka më shumë. Ti ke një ndjenjë artistike, mënyrën se si ke organizuar ngjyrat dhe format, se si ke krijuar vende për të ulur dhe për të medituar. Është e mahnitshme. Ariani ndiu zemrën duke i mbushur me krenari. Askush nuk i kishte dhënë kurrë një kompliment kaq të sinqert për punën e tij. Ju falenderoj, Margaret. Keni ndryshuar jetën time. Jo, ti ke ndryshuar jetën time, ju përgjigja jo. Para se të vije ti, ndihesha si një grua e vjetër që priste vetëm të vdiste. Tani kam diçka për të pritur me padurim. Të shikoj se çfarë gjërash të bukura do të bësh tjetër në kopsht. Marrëdhënia e tyre kishte evoluar përtej asaj të punëdhënësit dhe punëtorit. Margaret kishte filluar të ftonte Arianin për drek çdo herë që vinte për të punuar. Ata uleshin në tavolinën e vogël në terrazë dhe bisedonin për çdo gjë. Nga politika ndërkombëtare deri te recetat tradicionale, nga librat që lexonin deri te planetat për kopshtin. Margaret zbuloi se Ariani kishte një inteligjencë natyrale dhe një kuriozitet të gjerë. Ai pyeste për gjithçka. Donte të mësonte për kulturën zvicerane, për historinë europiane, për mënyrën se si funksiononte ekonomia globale. Nga ana tjetër, ajo mësoi shumë për botën e re nga ai, për teknologjinë moderne, për ndryshimet sociale që po ndodhin, për sfidat me të cilat ballafaqoheshin të rinjt sot. Ti ke një mendje shumë të zgjuar, Arian, i tha ajo një ditë qershori, ndërsa po pinin çaj në hijen e një peme të madhe që Ariani kishte krahasitur muarin më parë. Po mendoj për atë që më thatë rreth formimit. Gjeta disa programe të bukura, por janë shumë të shtrenjta për mua. Margaret qëndroi në heshtje për një moment. Sa kushtojnë? Programi më i mirë kushton rreth 15.000 franka. Është një vit i plot formimi dhe në fund merr një certifikim që njohje në të gjithë Zvicër. Kjo është vërtet një shumë e madhe, pranoi Margaret, por investimi në arsim është gjithmonë i vlefshëm investim. Ata e ndryshuan temën, por Ariani mund të shite se Margaret po mendonte për diçka. Disa ditë më vonë, ndërsa Ariani po punonte me mbjellmat e reja të verës, Margaret ju ofrua me një envelop në dorë. Arian, duhet bisedojmë. Ai pushoi punën dhe e ul pranë saj në stolin e vogël që kishin vendosur në një bëm. Kam qenë duke menduar shumë për bisedën tonë të fundit, filloi ajo. Për formimin tënd profesional. Margaret, ju lutem mos u shqetësoni për mua. Do të gjej një mënyrë. Jo, dëgjom, tha ajo duke e ndërprer butësisht. Ti ke bërë diçka të mrekullueshme për mua. Nuk është vetëm kopshti, edhe pse ai është i bukur. Ti më ke dhënë përsëri një qëllim në jetë. Për herë të parë që kur vdiq Heinrich, kam diçka që më gëzon çdo ditë. Ajo i dha envelopën. Kjo është për ty, për formimin. Ariani e hapi envelopën me duar të dridhura. Brenda kishte një çek për 15.000 franke. Margaret nuk mund ta pranoj këtë, tha ai duke u ngritur në këmbë nga shoku. Është shumë. Ulu,
tha ajo me një zë të butë për të vendosur, dhe dëgjom me kujdes. Unë jam një grua e vjetër e vetmuar, që ka më shumë para se sa mund të shpenzoj në jetën që më kanë mbetur. Ti je një djalë i talentuar, me një të ardhme të shkëlqyer përpara. Këto para do të më bëjnë shumë më të lumtur nëse i përdor ti për të ndërtuar karrierën tënde, sesa nëse mbeten në llogarinë time bankare. Por nuk jam familja juaj, nuk jam as shqiptari juaj. Margaret buzëqeshi. Familja nuk përcaktohet vetëm nga gjaku, Arian. Ndonjëherë familja është njerëzit që zgjidh të kesh pranë. Dhe unë të kam zgjedhur ty si familjen time. Ariani ndjeu syt duke ju mbushur me lot. Nuk e di si t'ju falenderoj. Mund të më falenderosh duke bërë diçka të madhe me jetën tënde, duke u bërë kopshtar më i mirë që mund të bëhesh, edhe duke mos më harruar kur të bëhesh i famshëm, tha ajo duke qeshur. Atë ditë, Ariani u kthye në shtëpi me një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Për herë të parë që kur kishte lënë Shqipërinë, ndihet se kishte gjetur jo vetëm një mundësi, por edhe dikë që e kuptonte dhe besonte në të. Shtatori erdhi me një frym të freskët që premtonte ndryshime. Ariani kishte regjistruar në Institutin Zviceran për Kopshtari dhe Peizazhistik një program intensiv 1 vjeçar që do të jepte të gjitha kualifikimet e nevojshme për të punuar profesionalisht në fushën e tij të dashur. Dita e parë e shkollës ishte emocionuese dhe shqetësuese në të njëjtën kohë. Ariani u zgjua shumë herët, u vesh me rrobat më të mira që kishte dhe mori trenin për në qendrën e zyriut ku ndodhej instituti. Klasa kishte 24 student nga vendet e ndryshme evropiane. Kishte gjerman, austriak, francez, italian dhe madje edhe një vajzë nga Polonia. Ariani ishte i vetmi nga Ballkani, gjë që në fillim e bëri të ndihet pak i izoluar. Por shpejt zbuloi se pasioni për kopshtarinë ishte një gjuhë universale. Pavarësisht nga dallimet kulturore dhe gjuhësore, të gjithë studentët ndajnë të njëjtin entuziazëm për bimët, projektimin e peizazheve dhe krijimin e hapësyrave të bukura të jashtme. Instruktorët ishin profesionistë të përvojshëm që kishin punuar në projekte në të gjithë Evropën. Ata mësuan teknikat e avancuara për projektimin e kopshteve, përdorimin e programeve kompjuterike për vizualizimin e peizazheve, metodat e reja të ujitjes dhe fertilizimit, dhe madje edhe aspekte biznesore të industrisë së kopshtarisë. Ariani thithte çdo informacion si një sfungjer. Ai studionte deri vonë në mbrëmje, merrte shënime të detajuara dhe bënte pyetje të shumta në klasë. Instruktorët shpejt e vunë re zellën e tij dhe filluan t'i japin ushtrime shtesë dhe projekte të veçanta. Ndërkohë, ai vazhdonte të shkonte te Margaret 2 herë në javë. Ajo insistoi që ai të mos ndërpriste punën në kopshtin e saj, duke thënë se kjo do t'i jepte mundësinë ta praktikonte atë që po mësonte në shkollë. Kopshti im do të jetë laboratori yt, i tha ajo. Çdo gjë që mëson në shkollë, provoje këtu. Kjo doli të ishte një ide e shkëlqyer. Ariani filloi ta trajtonte kopshtin e Margaretit si një projekt të madh eksperimental. Ai aplikoi teknika të reja që kishte mësuar, eksperimentoi me kombinime të reja bimësh dhe madje krijoi një sistem inovativ ujitje që reduktoi harxhimin e ujit me 30%. Profesorët e tij mbetën të habitur kur ai prezantoi fotografi të përpara dhe pas transformimit të kopshtit. Ata e pyetën nëse mund ta sillte Margaret në shkollë për të dhënë një prezantim për vlerën e bashkëpunimit mes kopshtarëve profesionistë dhe pronarëve të kopshtave. Margaret pranoi me kënaqësi. Dita kur ajo erdhi në institut ishte një nga momentet më krenare të jetës së Arianit. Ajo ishte veshur elegantisht, me një fustan blu të errët dhe një pallto të bukur keshtu. Edhe pse ishte 78 vjeç, mbarte veten me dinjitet dhe elegancë që bëri përshtypje tek të gjithë. Prezantimi i saj ishte frymëzues. Ajo foli për rëndësinë e komunikimit të mirë mes kopshtarit dhe klientit, për durimën e nevojshme në projekte afatgjata kopshtarie dhe për kënaqësinë që vjen nga fakti që shenjë hapësirë të transformohet nga diçka e panevojshme në një vend gëzimi dhe qetësie. Ariani nuk është vetëm një kopshtar i talentuar. Ai është një artist që përdor bimët dhe tokën si materialet e tij. Por më e rëndësishmja është dikush që kupton se kopshtaria nuk ka të bëjë vetëm me bimët, por me njerëzit që do të gëzojnë atë hapësirë. Pas prezantimit, disa nga profesorët ju afruan Arianit.
Ti ke një talent të rrallë, I tha profesor Müller, drejtori I programit, dhe ke qenë me fat që ke gjetur një klient që të vlerëson punën. Por ajo çfarë kam parë në fotografitë e kopshtit tënd tregon një nivel mjeshtërie që rrallë shohim tek studentët e vitit parë. Kjo u bë një pikë kthese për Arianin. Ai filloi të marrë oferta për projekte të vogla nga studentë të tjerë dhe madje edhe nga disa profesorë që kishin kopshte private. Çdo fundjavë ai kishte të paktën një projekt të ri, një projektim të vogël luledielle, riorganizimi një terasi ose këshillim për zgjedhjen e bimëve të dhura. Deri në dhjetor, ai kishte krijuar një biznes të vogël informal. Fitimet shtesë I lejonin jo vetëm të paguante për materialet e shkollës, por edhe të kursente disa para për herë të parë që kur kishte ardhur në Zvicër. Margaret ishte e lumtur të shihte suksesin e tij. E dija se ishe I veçantë që ditën e parë kur të pash duke punuar në kopsht, I thoshte ajo. Henrik do kishte kaq krenare për ty. Ariani kishte filluar ta konsideronte Margaretin si gjyshen që nuk e kishte pasur kurrë. Gjyshet e tij të vërteta kishin vdekur kur ai ishte ende fëmijë dhe ai kishte munguar atë lloj dashurie të pakushtëzueshme dhe mbështetje që vetëm të moshuarit mund ta japin. Margaret, nga ana e saj, kishte gjetur tek Ariani djalin që nuk e kishte pasur kurrë. Ajo I tregonte për të gjithë miqtë e saj të pakët për djalin e saj shqiptar që kishte transformuar kopshtin e saj. Ajo ishte bërë si një ambasadore për Arianin, duke rekomanduar shërbimet e tij tek të gjithë ata që njihte. Falë rekomandimeve të Margaretit, Ariani filloi të merrte projekte edhe nga familjet e tjera të pasura në lagjen Seefeld. Çdo projekt I ri ishte një mundësi për ta përsosur zanatën e tij dhe për të ndërtuar një reputacion si kopshtari I talentuar. Dimri I atij viti ishte më I lumturi që Ariani kishte kaluar në Zvicër. Edhe pse kopshtaria është një profesion kryesisht për stinën e ngrohtë, ai përdori muajt e dimrit për të studiuar, për të planifikuar projekte për pranverën që vinte dhe për të thelluar miqësinë me Margaret. Ata filluan të shihnin filma së bashku, të lexonin libra të njëjtat dhe të diskutonin dhe të gatuan së bashku. Margaret I mësoi recetat tradicionale angleze, ndërsa Ariani I tregoi se si të përgatiste disa nga pjatat tradicionale shqiptare. Ti je begimi më I madh që më ka ndodhur në vitet e fundit, I tha ajo një ditë janar ndërsa po gatuanin së bashku byrek me spinaq në kuzhinën e saj të gjerë. Jo, ju jeni begimi im, ju përgjigj Ariani. Pa mbështetjen tuaj, unë do t'isha ende duke pastruar ndërtesa dhe duke ndëruar për diçka më shumë. Pranvera e vitit 2024 erdhi me një energji të re dhe mundësi të paprecedente. Ariani ishte tani në muajin e fundit të programit të formimit të tij dhe rezultatet e tija ishin të shkëlqyeshme. Jo vetëm që kishte nota të larta në të gjitha kurset, por edhe një portofoli të përpunuar projektesh që e dallonin nga studentët e tjerë. Projekti I tij final ishte një riprojektim I plotë I një parku publik të vogël në një lagje të Zyrihut. Ai kishte kaluar muaj të tërë duke studiuar përdorimin e hapësirës nga banorët lokal, nevojat e komunitetit dhe kushtet mjedisore. Projekti përfundimtar ishte një përplasje perfekte mes funksionalitetit dhe estetikës. Hapësira lojrash për fëmijë, zona qetësie për të rriturit, shtek për vrapim dhe luledije që do të lulëzonin në stinë të ndryshme. Por dita që më së shumti do ta mbante mend ishte dita e mbrojtjes së projektit. Ariani prezantoi para një paneli profesorës dhe profesionistësh të fushës. Prezantimi ishte I përkryer. Ai foli me pasion dhe kompetencë, shpjegoi të gjitha vendimet e tij projektimi dhe u përgjigj të gjitha pyetjeve me besim. Në fund, profesor Müller u ngrit dhe tha: "Arian, kjo është një nga përpjetjet më të mira që kemi parë të një studenti në dekadën e fundit. Ti nuk e mësuar thjesht teknikat e kopshtarisë, por ke zhvilluar një vizion artistik që të bën unik." Por surpriza më e madhe erdhi pas ceremonisë së diplomimit. Një kompani e madhe peizazhiste, Alpine Garden Design, I ofroi Arianit një pozicion të plot si projektues junior, me një pagë fillestare 4.500 franka në muaj. Më shumë se sa kishte ëndërruar të fitonte ndonjëherë. Kur Ariani ja rrëfeu lajmin Margaretës, ajo u emocionua aq shumë sa filloi të qante. "Shih se ku ke arritur," I tha ajo duke e përqafuar. Nga pastrues në projektues profesionist në një vit. Heinrich do t'ishte aq krenare. Alpine Garden Design ishte një kompani prestigjioze që punonte me klientë të pasur në të gjithë Zvicrën dhe edhe përtej kufive.
Dita e parë e Arianit në punë ishte mbreslënse dhe pak friksuese. Zyra e kompanisë ishte në një ndërtesë moderne në qendrën e Zyrihut, në studio të mëdha projektimi, makina të sofistikuara për printimin e planeve dhe një ekip nga 15 profesionistë me përvojë. Menaxheri i tij Klaus Weber ishte një burr në të 40-tat, që kishte punuar në disa nga projektet më prestigjioze të peizazhit në Europë. Arian, ne të kemi sill këtu sepse kemi parë diçka të veçantë te ti. Por tani duhet provosh se mund të punosh në projekte të mëdha, me klientë të kërkueshëm dhe afate të shtrënguar. Projekti i parë i Arianit ishte projektimi i kopshtit për një vilë të re në Gerzene, një fshat pitoresk pranë Berna. Klienti ishte një financier i suksesshëm, që donte një kopësht që të reflektonte si pasurinë e tij, ashtu e dashurinë për natyrën zvicerane. Ariani kaloi javë të tëra duke vizituar vendin, duke studiuar topografinë, duke analizuar diellin dhe hijen dhe duke intervistuar klientin dhe familjen e tij për nevojat e preferencat e tyre. Ai projektoi një kopësht që kombinonte element tradicional alpin me detaje moderne, një liçen natyral me gur lokal, rrugë serpentine të shtruara me rënd natyrale dhe plantacione që do dukeshin të bukura në të 4 shtinët. Kur i prezantoi projektin, klienti mbeti i mahnitur. Kjo është saktësisht ajo çfarë kisha në mendje, por nuk e dija se si ta artikuloja, tha ai. Ti ke kapur esencën e asaj çfarë doja. Projekti u aprovua pas një ndryshim dhe Ariani u caktua të mbikëqyrte zbatimin e tij. Ishte për herë të parë që ai do të drejtonte një ekip punëtorësh dhe do të sigurohej që vizioni i tij të kthehej në realitet. Muajt që pasuan ishin intensiv por të përbushura. Ariani mësoi se si të menaxhojë njerëz, se si të koordinojë me furnizuesit e materialeve dhe se si të zgjidhte problema praktike që lindin gjatë zbatimit të një projekti të madh. Kopshti në Gerzene u kthye në një success story për kompaninë. Fotografitë të projektit të tij u publikuan në revista specializuara peizazhistik dhe Alpine Garden Design filloi ta përdorte si një nga projektet e tyre showcase. Klaus Weber e thirrri Arianin në zyrën e tij një ditë qershiri. Arian, jemi tepër të kënaqur me punën tënde, në vetëm 6 muaj ti ke treguar një nivel profesionalizmi dhe kreativiteti që zakonisht duhet vite për t'u arritur. Faleminderit, Klaus. Ka mësuar shumë nga ju dhe nga ekipi. Por dua t'ju bëj një propozim. Kemi marrë një projekt të ri, shumë prestigjioz, një resort luksi në Alpe që duan të rinovoj komplet kopshtet dhe zonat e jashtme. Është një projekt 3 vjeçar me një buxhet prej më shumë se 1 milion franke dhe dua që ti ta drejtosh këtë projekt. Ariani nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. Të drejtojë një projekt të tillë do të thotë se ai do të ishte projektues kryesor, jo asistent. Ishte një shkëputje e madhe karrierore që zakonisht do duheshin vite për t'u arritur. Klaus, jam i nderuar, por jam i sigurt se jam gati për përgjegjësi të tilla. Po, jam i sigurt, dhe për të siguruar, do të paguajmë 6500 franke në muaj plus bonuset bazuar në performancë. Çfarë thua? Ariani pranoi pa hezitim. Atë ditë u kthye te Margaret me lajmin e mirë, por edhe me një ndjenjë përgjegjësie që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Margaret, po filloi të ndihem sikur gjithçka po ndodh shumë shpejt, i tha ai ndërsa uleshin në terras për darkën e tyre javore së bashku. Ti mendon se nuk e meriton suksesin? Pyeti ajo. Jo, nuk është për atë, thjesht nganjëherë kam frikë se do të zgjohem dhe të gjithë kjo do të jetë një ëndër. Margaret e shikoi me kujdes. Arian, ti nuk ke arritur këtu me fat. Ti ke punuar më shumë se kushdo tjetër që njoh. Ti ke filluar si pastrues dhe ke studiuar çdo mbrëmje për një vit të tërë. Ti ke trajtuar çdo projekt si një mundësi për t'u mësuar. Ti e meriton çdo gjë që po të ndodh. Por pa ju, asgjë prej kësaj nuk do të ishte e mundshme. Unë thjesht të dash një mundësi. Ti bëre të tjerat, dhe tani do të shohësh se sa larg mund të shkosh. Ato fjalë i dhan Arianit besimin që i duhej. Ai filloi të përgatitet për projektin e ri me një entuziazëm dhe përkushtim që edhe vetë befasoi. Resorti në Alpe ishte një vend magjik. Vendosur në një lartësi prej 1800 metrash në Mall of Graubünden, ai ofronte pamje mahnitse të majave të bardha dhe luginave gjelbra. Por, kopshtet dhe zonat e jashtme ishin të vjetruara dhe kishin nevojë për rinovim të plotë. Ariani kaloi javë të tëra duke eksploruar tokat përreth resortit, duke studiuar kushtet klimatike specifike të lartësisë dhe duke kërkuar përbim që mund të mbijetonin dhe të lulëzonin në këto kushte sfiduese. Vizioni i tij ishte ambicioz, të krijojë një kopsht që do të dukej sikur është pjesë natyrale e peizazhit alpin, por që në të njëjtën kohë
Do të ofronte klientelën luksoz të resortit eksperiencat më spektakolare kopshtarie. Ai projektoi shteg serpentin që çonte nga ndërtesa kryesore e resortit deri në një pikë pamje në majë të një kodre. Përgjatë këtij shtegu, ai planifikoi vende për reflektim, një liqen me refleksione malesh, vatra natyrore për mbrëmjet e ftohta dhe zona me ulse të bora nga guri lokal. Pjesa më ambicioze e projektit ishte një serë dimrore e madhe ku turistët mund shijonin lule tropikale ndërsa jashtë ishte dëbor. Ajo do të ishte e ndërtuar me xhami termik special dhe do të përdorte energji gjeotermale për ngroje. Kur ai prezantoi projektin për menaxhmentin e resortit, reagimi ishte entuziast. Kjo është saktësisht vizioni që kishim, por nuk e dinim se si ta artikulonim, tha drejtori i resortit. Ti ke kuptuar se si ti integrosh luksozin me natyrën, pa e dëmtuar atë. Fillimi i punimeve ishte sfidues. Ariani duhet koordinoj me arkitekt, inxhinier, botanist, specialist dhe ekipe punëtorësh që do të punonin në kushte të vështira malore. Gjithashtu, duhet siguronte se të gjitha materialet të transportoheshin në lartësi përdorur helikopter, një operacion kompleks dhe i shtrenjtë. Por Ariani tregoi aftësi natyrale leadershipi. Ai ishte organizuar, komunikues i mirë dhe kishte një vizion të qartë që inspiroi të gjithë ekipin. Ai gjithashtu tregoi fleksibilitet, duke adaptuar projektin her pas here për të përfituar nga kushtet natyrore që zbulonte gjatë punës. Një nga momentet më krenare të projektit erdhi kur ai zbuloi një burim natyral uji në një nga kodrat. Në vend që ta mbulonte ose ta diversifikonte, ai vendosi ta integronte si një element qendror të projektit, duke krijuar një seri liqenesh të vogla natyrore që do të shërbenin si habitate për kafshë lokale dhe pikë tërheqje për turistët. Mediat specializuar filluan të merren vesh për projektin. Revista Swiss Garden Design dërgoi një ekip fotografësh dhe gazetarësh për të dokumentuar progresin. Alpine Garden Dizajni filloi ta përdorte projektin për të tërhequr klientë të rinj të cilët dëshironin diçka spektakolare dhe unike. Por sfida më e madhe erdhi në vitin e dytë të projektit. Një dimër jashtëzakonisht i rënd dëmtoi disa nga strukturat që tashmë ishin ndërtuar dhe vrau shumë nga bimët që kishin filluar të rrënjoseshin. Disa nga antarët e ekipit sugjeruan që të rishikonin projektin dhe ta bënin më modest. Ariani refuzoi. Dua që të korrektoj gabimet dhe të vazhdoj, u tha ai. Çdo projekt i madh ballafaqohet me sfida. Nëse ne heqim dorë tani, kurrë nuk do ta dimë se sa bukur mund të jetë rezultati final. Ai kaloi javë duke analizuar se çfarë kishte shkuar gabim dhe si mund ta parandalonin në të ardhmen. Ai konsultoi me ekspertë të klimës alpine, riprojektoi disa nga strukturat për të qenë më rezistente dhe zgjodhi specie bimësh më të adaptuara për kushte ekstreme. Kur puna u rinis nëse pranverës, kishte një energji të re dhe një qasje më të matur. Ariani kishte mësuar nga gabimet dhe ishte bërë një drejtues projekti edhe më efikas. Viti i tretë dhe final ishte magjik. Gjithçka filloi të binte në vendin e saj. Bimët u rrënjosën, strukturat u stabilizuan dhe vizioni fillestar i Arianit filloi të merrte formë spektakolare. Inaugurimi i projektit në qershor 2026 ishte një ngjarje e madhe. Erdhën gazetarë nga e gjithë Evropa, personalitete nga industria e turizmit dhe specialistë të kopshtarisë nga vendet fëqinje. Ariani, tani 31 vjeç, ishte protagonisti i natës, një djalë i ri shqiptar që kishte krijuar një nga projektet më spektakolare kopshtarie alpine të dekadës. Projekti që shihni sot, tha ai në fjalimin e tij gjatë ceremonisë, nuk është vetëm rezultati i teknikës dhe teknologjisë, është dëshmia e asaj që mund të arrihet kur pasioni takojë mundësinë, kur punë e muhnjurant takojë mbështetjen e të tjerëve dhe kur një vizion i qartë mbështetet nga durimësia dhe përkushtimi. Margaret ishte në audiencë, e veshur elegantisht dhe me një buzëqeshje krenarie që ndriçonte të gjithë fytyrën. Kur Ariani e përgatiti në fund të ceremonisë, ajo e përqafoi fort. Heinrich do të ishte kaq krenar, i përshpëriti ajo. Ti ke arritur diçka të pabesueshme. Nuk do ta kisha arritur asnjëherë pa ju. Jo, Arian. Ti do ta kishe arritur gjithsesi. Unë thjesht të dhash një shtytje. Talenti dhe vendoshmëria ishin të gjitha të tuat. 2 vjet pas suksesit spektakolar të projektit alpine, jeta e Arianit kishte marrë një trajektore që ai nuk e kishte ndërruar kurrë më parë. Ai ishte tani partner junior në Alpine Garden Design, kishte një apartament të bukur në një nga lagjet e mira të Zyrikut dhe ishte njohur si një nga projektuesit më premtues të peizazhit në Zvicër. Por, gjëja që e bënte më të lumtur nuk ishin sukseset profesionale.
Ishte marrëdhënia e tij me Margaret që kishte evoluar në një lidhje të ngjashme mes një gjysheje dhe një nipi të saj. Margaret, tani 82 vjeç, kishte filluar të tregonte shenjat e moshës. Lëvizte pak më ngadalë, kishte kohë kur harronte gjëra të vogla dhe kishte pasur disa probleme shëndetësore të lehta që e kishin shqetësuar. Por mendja e saj ishte ende e mpreft dhe zemrëtfasaj e saj për jetën dhe për Arianin nuk kishte ndryshuar as pak. Ariani kishte organizuar rutinën e tij për t'i dhënë më shumë kohë Margaretit. Çdo mëngjes, para se të shkonte në punë, e vizitonte për një kafe të shpejtë. Çdo mbrëmje, pasi kthehej nga puna, shkonte për të ngrënë darkë me të. Fundjava i kushtonte pothuajse krejt, ose duke punuar në kopsht, ose duke bërë aktivitete që e gëzonin Margaretin. Ti po bëhesh i tepër protektiv, Arian, i thoshte ajo ndonjëherë. Unë jam e madhe dhe kam jetar jetën time. Ti duhet të jesh duke u fokusuar në jetën tënde, jo duke më kujdesur si një invalid. Ju nuk jeni invalid, ju përgjigje gjithmonë ai. Ju jeni persona më e rëndësishme në jetën time. Nëse nuk kujdesem për ju, kush do ta bëj? Kjo ishte e vërtet. Margaret nuk ishte fare familje të afërt. Ishte vajza e vetme, prindit e saj kishin vdekur prej dekadash, dhe Heinrich kishte qenë gjithashtu i vetmi fëmijë në familjen e tij. Ata pak miq që kishte ishin të moshës së saj dhe përballeshin me vështirësitë e tyre të pleqësisë. Ariani kishte marrë kontakte me doktorin e Margaretit dhe sigurohej që ajo të shkonte rregullisht për kontrolle. Kishte instaluar një sistem alarmi diskret në shtëpinë e saj që do t'i dërgonte një njoftim nëse ndodhte diçka jashtëzakonshme. Madje kishte filluar të mendonte për mundësinë e aplikimit për një punëtore shtëpiake që mund të ishte aty gjatë orëve kur ai ishte në punë. Por Margaret ishte kokfort e pavarur. Unë jam qenë e pavarur gjithë jetën dhe nuk do të kem dikë që të më vëzhgojë çdo minutë tani, insistonte ajo. Një ditë në tetor të 2028-ën, Ariani merr një telefonat që e bëri zemrën t'i ndalej. Ishte Margaret dhe zëri i saj duke i dobët dhe i shqetësuar. Arian, mund të vish këtu, ju lutem? Nuk ndihem shumë mirë. Ai la çdo gjë që kishte në dorë dhe vrapoi në Seefeld. Kur arriti gjeti Margaretin ulur në karrigen e saj të preferuar në dhomën e ndenjes, të zbehtë dhe duke i lodhur. Çfarë ndodhi? Pyeti ai duke u gjunjëzuar pranë saj. Më dhem gjoksin dhe kam pak frymarrje të vështirë. Mendoj se thjesht është stresat, por dua të jem e sigurt. Ariani nuk e mendoi dy herë. Ai e ndihmoi Margaretin të vishej dhe çoi menjëherë në Spitalin Universitar të Zürichut. Doktorët e morën menjëherë në kujdes dhe bën një seri testesh. Diagnoza nuk ishte alarmante, por as zbehtëse. Margaret kishte pasur një episod të lehtë aritmie zemrore, jo diçka që kërcënonte jetën menjëherë, por një shenjë që zemra e saj, 82 vjeçare, po fillonte të lodhej. Zonja Wilson ka nevojë të ketë më shumë kujdes, i shpjegoi kardiologu Arianit. Duhet shmang stresin, të hajë më shëndetshëm dhe të ketë dikë pranë për emergjenca. A ka familje që mund ta ndihmojnë? Jo, nuk ka familje, por unë jam këtu. Unë do të kujdesem për të, tha Ariani pa hezitim. Doktori e shikoi me kureshtje. Ju jeni djali i saj? Jo, por është si nëna ime e dytë. Atë mbrëmje, pasi Margaret u stabilizua dhe u lejua të shkonte në shtëpi, Ariani u ul me të për të biseduar seriozisht. Margaret, mendoj se është koha të mendojmë për disa ndryshime, filloi ai me kujdes. Si çfarë ndryshimesh, pyeti ajo, edhe pse e dinte se ku po shkonte biseda. Ju nuk mund të jetoni më vetëm. Sot mund të ishte shumë më keq. Çfarë do të kishte ndodhur sikur nuk do të më kishe thirrur? Margaret qëndroi në heshtje për një moment. Ajo e dinte se Ariani kishte të drejtë, por ideja e humbjes së pavarësisë së saj e friksonte. Çfarë propozon? Pyeti ajo në fund. Dua t'ju propozoj disa opsione. Mund të aplikojmë për një ndihmëse shtëpiake që të jetë këtu gjatë ditës, ose mund të shperoj tek unë. Apartamenti im ka 2 dhoma gjumi. Arian, ki je ende i ri, nuk mund ta kufizosh jetën tënde duke u kujdesur për një grua të vjetër. Ju nuk jeni një grua e vjetër për mua. Ju jeni familja ime. Dhe nëse roli ndryshohet dhe ju kujdesuni për mua kur isha në nevojë, a nuk do ta bënit? Margaret ndjeu syt duke u mbushur me lot. Sigurisht që do ta bëja. Atëherë lejomeni ta bëj këtë për ju. Pas shumë bisedash dhe negociatash, ata arritën në një kompromis. Margaret do të mbante shtëpinë e saj, por do të kishte një ndihmëse shtëpiake gjatë ditës. Ariani do t'i instalonte një sistem të avancuar monitorimi shëndetësor, që do t'i lejonte të dinte se si ishte Margaret edhe kur nuk ishte aty fizikisht. Dhe çdo mbrëmje, ai do të flinte në dhomën e mysafirëve në vilë.
Viti 2029 ishte një nga më sfiduesit të jetës së Arianit, por edhe një nga më transformuesit. Gjendja e Margaretit filloi të përkeqësohet gradualisht. Kishte ditë të mira kur ishte energjike dhe optimiste si dikur, por kishte edhe ditë të vështira kur harronte gjëra, ndihej e konfuzuar ose thjesht ishte e lodhur. Doktorët e diagnostikuan me një formë të lehtë demence, jo Alzheimerin e plot, por një kondicionim që do të përkeqësohej me kohën. Kjo do të thotë që Margaret gradualisht do të humbte pjesë të kujtesës dhe autonomisë së saj. Për Arianin, kjo ishte shplar. Grua që e kishte ndihmuar të ndërtonte jetën e tij të re tani kishte nevojë për ndihmën e tij të plot. Nuk është e grejt, i tha ai Klaus Weberit një ditë kur po diskutonte mundësinë e reducimit të orarit të punës së tij. Ajo dhuro shumë për mua, nuk mundet ta shoh se si degradon. Arioni e kuptoi se sa e vështirë është kjo për ty, ju përgjigj Klaus. Por duhet mi ndosh edhe për karrierën tënde. Ti je në pikën më të lartë të suksesit. Nëse tërhiqesh tani, Klaus, nuk jam duke tërhequr, por kam nevojë për fleksibilitet. Nuk mund të udhtoj kaq shumë, nuk mund të qëndroj vonë çdo mbrëmje. Margaret ka nevojë për mua. Alpine Garden Design, që kishte përfituar shumë nga talenti i Arianit, vendosi të ishte mbështetëse. Ata i lejuan të punonte nga shtëpia kur ishte nevojshme dhe ta përqendronte punën e tij në projekte lokale që nuk kërkonin udhëtime të gjata. Ndërkohë Ariani filloi të mësonte për kujdesin ndaj personave me demencë. Ai lexoi libra, mori pjesë në seminare dhe madje bisedoi me psikolog specialist. Mësoi teknika për komunikimin me Margaret kur kishte episode konfuzioni, mënyra për ta mbajtur të aktivizuar mentalisht dhe si ta ndihmonte të ruante dinjitetin e saj. Një nga gjërat më të vështira ishte kur Margaret filloi të harronte detaje nga e kaluara e tyre së bashku. Një ditë ajo e pyeti pse ai ishte duke jetuar në shtëpinë e saj. Një ditë tjetër, ajo nuk e kujtonte se ai ishte kopshtjari i saj. Këto momente ishin heartbreaking për Arianin. Por kishte edhe momente të bukura. Në ditët e saj të mira, Margaret ende ishte gruaja e mrekullueshme që Ariani kishte njohur, me humor, me këshillat mençura dhe me dashurit pa fund për jetën. Arion, i tha ajo një mbrëmje kur po uleshin përsëri në terras dhe shikonin kopshtin që ai tashmë kishte ruajtur për 6 vjet, edhe sikur të mos e kujtoj gjithçka, zemra ime nuk do të harroj kurrë. Këto fjalë i dhëmshën dhe njëkohësisht i forcuan Arianin. Ai e kuptoi se dashuria nuk ka nevojë për kujtesë të perfekte për të qenë e vërtetë. Rreth këtij kohe Margaret filloi të flasë më shpesh për të ardhmen dhe për atë që do të ndodhte pas vdekjes së saj. Arian, duhet bisedojmë për disa gjëra të rëndësishme, i tha ajo një mbrëmje dimri. Margaret, nuk duhet flasim për këto gjëra tani. Ju do të jetoni ende shumë vite. Jo, dëgjom, insistoi ajo me zërin e saj, që edhe pse ishte dobësuar ende mbante autoritetin e dikurshëm. Un jam 83 vjeç dhe e di se si do të përfundoj kjo histori. Dhe dua të jem e sigurt se gjithçka është në rregull përpas vdekjes sime. Ajo i rrëfeu që kishte biseduar me avokatin e saj dhe kishte bërë ndryshime në testamentin e saj. Shtëpia, kopshti dhe një pjesë e konsiderueshme e pasurisë së saj do t'i lihen Arianit. Margaret nuk mund ta pranoj këtë, tha ai duke u troncitur. Është shumë. Jo, është e drejta gjë për t'u bërë. Ju përgjigja jo me qartësi. Ti je familja ime e vetme. Ti ke qenë më afër meje në këto vitet e fundit se sa kanë qenë shumë njerëz me fëmijët e tyre biologjik. Kjo shtëpi, ky kopsht, ata kanë kuptim vetëm nëse i do dikush. Dhe unë e di se ti i do. Por çfarë do thonë njerëzit? Një i huaj që merr trashëgimin e një gruaje zvicerane të pasur. Margaret busqeshi. Njerëzit mund të thonë çfarë të duan. Unë e di të vërtetën. Ti nuk erdhe në jetën time për paratë e mia. Ti erdhe duke kërkuar punë dhe na gjen njëri tjetrin. Kjo është dashuria, Arian. Dashuria e vërtet nuk ka të bëjë me gjak, por me zemër. Pranvera e vitit 2030 erdhi me një miks ndjenjash për Arianin. Margaret kishte kaluar një dimër të vështirë. Dhe këshilltaria mjekësore ishte që ajo mund të kishte vetëm disa muaj, ose në rasti më të mirë, një vit tjetër tjetë. Por ajo insistonte të kalonte sa më shumë kohë të mundshme në kopsht. Dua të shikoj një herë të fundit si lulëzoj lulet që kemi mbjellë së bashku, i tha ajo. Ariani vendosi ta bënte atë pranverë
sa më të bukur të mundshme për të. Ai nuk shkoi në punë për javë të tëra dhe i kushtoi të gjithë kohën për të qenë me Margaret dhe për të kujdesur për kopshtin. Ai mbolli shumë prej luleve të preferuara të Margaretit, roset angleze që i kujtonin të atë dheun, tulipanët që Heinrich i kishte dashur, dhe memene të reja që nuk i kishin provuar më parë. Çdo mëngjes, ai e ndihmonte Margaretin të ulej në karrigen e saj të preferuar në teras, duke i sjell çaj dhe biskota, dhe së bashku shikonin kopshtin duke u zgjuar. Çdo mbrëmje, kur drita po zbehej, ai e çonte në një shëtitje të ngadalshme në përshtegjet që kishte ndërtuar me vite. Margaret ende kishte momente të qarta kur mund të bisedonte për të gjitha gjërat që kishin ndodhur në jetën e tyre së bashku. Ajo i tregoi anekdota për jetën e saj me Heinrich, që nuk i kishte treguar kur më parë, dhe shpreh dhimbje dhe falënderim për gjithçka që Ariani kishte bërë për të. Ti e di se unë nuk kam pasur kur një djalë, i tha ajo një ditë kur po uleshin afër liçenit të vogël. Por, sikur të kisha pasur, doja të ishte si ti. Ju nuk e keni pasur vetëm nënën e dytë mua. Ju keni qenë mentorja ime, mbështetësja ime dhe familja ime. Ju më keni mësuar jo vetëm për kopshtarin, por për jetën. Ditët kaluan me një qetësi të trishtuar, por të bukur. Arioni e dinte se çdo ditë mund të ishte e fundit, kështu që përpiqej ta bënte secilën sa më meaningful. Një mëngjes në shtator, Ariani vuri re se Margaret kishte vështirësi për të ngritur nga krevati. Ajo ishte e dobët dhe e lodhur, dhe për herë të parë nuk ishte interesuar të dilte në kopsht. Sot thjesht dua të pushoj, i tha ajo. Por mund të hapësh dritaret që ti dëgjoj zogjt? Ariani përrisi, i tha ajo, dhe u ul pranë krevatit të saj. Ata kaluan ditën duke biseduar për gjithçka dhe për asgjë. Kujtrime nga e kaluara, planet që nuk u realizuan kurrë, dhe falenderimet për gjërat e bukura që kishin ndarë së bashku. Arian, i tha ajo në fund të ditës, duke e kapur dorën. Dua të them diçka të rëndësishme. Këto vitet me ty ishin vitet më të lumtura të jetës sime pas vdekjes së Heinrich. Ti më dhurove një qëllim dhe një kuptim kur mendoja se gjithçka kishte përfunduar. Margaret, ju të keni dhënë kaq shumë më shumë. Ju keni ndryshuar jetën time komplet. Ne kemi ndryshuar jetën e njëri tjetrit, dhe kjo është e bukura e miqësisë së vërtet. Atë natë, Margaret fjeti qetësisht. Ariani qëndroi në karrigen pranë krevatit të saj, duke vegjuar dhe duke u siguruar që ajo të ishte komode. Në mëngjesin e ditës së ardhshme, Margaret nuk u zgjua. Funerali i Margaretit ishte i vogël, por i njezëm. Ariani kishte organizuar gjithçka sipas dëshirave që ajo kishte shprehur. Një ceremoni të thjeshtë në kishën lokale, ndjekur nga një përkujtim në kopshtin që kishin dashur së bashku. Erdhën disa prej fëmijëve të saj të vjetër, mjeku i saj, avokati dhe disa kolegë të Arianit nga Alpine Garden Design. Por në fund, kishte pak njerëz që vërtet e njihnin Margaretin thellë. Ariani mbajti një fjalim i shkurtër por i prekshëm. Margaret Wilson ishte më shumë se një zonjë e moshuar e sjellshme që më dha një punë, tha ai me zërin e ndjekur nga emocioni. Ajo ishte një grua e mrekullueshme që më mësoi se çfarë do të thotë familja e vërtet. Ajo më mësoi se dashuria nuk di për kufi kombëtar, moshë apo prejardhje. Ajo më mësoi se kopshtaria nuk ka të bëjë vetëm me bimët, por me kujdesjen dhe durimin e nevojshme për t'i parë gjërat duke rritur dhe lulëzuar. Pas ceremonisë, Ariani qëndroi vetëm në kopsht për një kohë të gjatë. Ai eci nëpër rrugët që kishte ndërtuar, preku lulet që kishin mbjellur së bashku dhe ul në vendin ku Margaret kalonte orët e saj më të lumtura. Javët që pasuan ishin të vështira. Shtëpia që ishte mbushur me jetë dhe biseda ishte tani e heshtur dhe e vetmuar. Ariani filloi të kuptonte se sa central kishte qenë Margaret në jetën e tij. Jo vetëm të gjitha rutinerat e tij, por edhe identiteti i tij ishte dhënë rreth kujdesit për të. Avokati e thiri pas një jave për leximin zyrtar të testamentit. Sikurse Margaret kishte treguar, ajo i kishte lënë Arianit shtëpinë me kopsht dhe një trashëgimi financiare që e bënte të pasur, mbi 2 milion franka, plus investime të ndryshme dhe kursimet. Zonja Wilson ka lënë edhe një letër për ju, i tha avokati duke ja dorëzuar një zarf të mbyllur. Ariani e hapi letrën kur u kthye në shtëpi.
Në shkrimin e saj të bukur, por paksa të dridhur, Margaret kishte shkruar: I dashur Arian, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë kam shkuar dhe ti je duke filluar kapitullin tjetër të jetës sate. Dua që të dish disa gjëra të rëndësishme. Kjo pasuri që po të lën nuk është shpërblim për kujdesin që më ke dhënë. Ti e meritove atë që kur fillove të punoje në kopshtin tim me kaq dashuri dhe kujdes. Nuk ishte nevoja që të bëhesh kaq i dashur dhe i devotshëm ndaj meje. Por meqense bëre pikërisht atë, dua që kjo pasuri të të ndihmojë të realizosh ëndrat e tua. Ti ke një talent të rrallë, jo vetëm në kopshtari, por në kujdesin për njerëzit. Ti di se si t'u japësh të tjerëve dashurinë dhe vëmendjen që u nevojitet. Dua që të përdorësh këto para për të ndihmuar të tjerë, ashtu sikurse më ndihmue mua. Mund të jenë të huaj si ti që kërkoj një mundësi. Mund të jenë të moshuar si unë që kanë nevojë për shoqëri. Mund të jenë të rinj që duan të mësojnë një zanat. Ti do të dish se çfarë të bësh. Faleminderit që më dhe vitet më të bukura të pleqërisë sime. Faleminderit që më tregove se çfarë do thot dashuria pa kushte. Me gjithë dashurinë, Margaret. PS, kujdesu për kopshtin. Ai është dëshmia më e bukur e miqësisë sonë. Ariani qau për herë të parë që nga dita e varimit, por këto nuk ishin lot vetëm trishtimi, por edhe mirënjohje dhe vendoshmërie. Një vit pas vdekjes së Margaretit, jeta e Arianit kishte marrë një drejtim tërësisht të ri. Ai kishte lënë pozicionin e tij në Alpine Garden Design dhe kishte krijuar fondacionin e tij, Fondacioni Margaret Wilson, për ndihmën e emigrantëve dhe të moshuarve. Për zyra ai përdorte një pjesë të shtëpisë Margaretit. Pjesa tjetër e shtëpisë ishte transformuar në një qendër pritje për emigrantë të rinj nga Ballkani që vinin në Zvicër duke kërkuar mundësi. Ai ofroi trajnime falas në kopshtari dhe peizazhistik, ndihmë për kërkimin e punës dhe mentorship personal. Kopshti ishte ruajtur pikërisht sikurse e kishte dashur Margaret. Ariani vazhdonte ta kujdeset çdo ditë, duke e përdorur edhe si një mjet mësimi praktik për të rinj që trajnoi. Programi i parë kishte 12 participantë, 7 zëna kosovar, të rinj shqiptar, disa refugjat nga Siria dhe një djalë nga Nigeria që kishte ardhur përmes programit të azilit. Ariani i mësoi ata jo vetëm teknikat e kopshtarisë, por edhe të gjitha aftësitë që kishte mësuar për të mbijetuar dhe të sukseduar si emigrant në Zvicër. Gjuhën, kulturën dhe veçanërisht si të ndërtojnë marrëdhënie pozitive me zviceranët. Historia e Arianit dhe Margaretit u bë e njohur në media lokale. Revista dhe televizionet filluan të bëjnë reportazhe për shqiptarin që trashëgoi miliona nga gruaja zvicerane që ndihmuan. Por Ariani gjithmonë korrigjon narrativin. Nuk është që unë ndihmova Margaretin, i thoshte ai gazetarëve. Ne ndihmuam njëri tjetrin. Ajo më dha një mundësi kur isha në nevojë për një, dhe unë u përgjigja me dashurinë dhe kujdesin që ajo meritonte. Kjo është çfarë bëjnë familjet. Suksesi i fondacionit ishte i shpejtë. Brenda vitit të parë, 10 nga 12 participantë në programin fillestar kishin gjetur punë të mira në fushën e kopshtarisë. Disa kishin marrë kontrata me kompani të mëdha peizazhistike, të tjerë kishin filluar biznese të tyre të vogla. Kërkesa për programin rritej çdo muaj. Ariani filloi të marrë aplikime jo vetëm nga Zvicra, por nga e gjithë Evropa. Të rinj nga vendet e ndryshme që kishin dëgjuar historinë e tij dhe donin të mësonin jo vetëm kopshtarin, por edhe mënyrën se si të ndërtonin jetë të reja në vendet e huaja. Por programi nuk ishte vetëm për emigrantët. Ariani kishte krijuar edhe një iniciativë për të moshuarit e vetmuar, një shërbim ku të trajnuar nga programi i tij shkojnë dhe kujdesen për kopshtet e personave që nuk mund ta bëjnë vetë. Ishte një mënyrë për t'u dhënë të moshuarve ndihmën që u nevojitet, ndërsa në të njëjtën kohë u jep eksperiencë praktike të rinjve që trajnohen. 5 vjet pas vdekjes së Margaretit, në një mëngjes të bukur maj, Ariani po punonte në kopshtin që tashmë ishte bërë emblemi i fondacionit të tij, kur dëgjoi zërin e një gruaje në anën tjetër të dorës. Na falni, a kemi ardhur në vendin e duhur për programin e trajnimut? A ju kthye dhe pa një grua të re, rreth 25 vjeçare, me një valixhe të vogël dhe një shprehje të kombinuar të shpresës dhe nervozizmit që ai e njihte shumë mirë. Ishte e njëjta shprehje që kishte pasur ai vet kur kishte ardhur për herë të parë në Seefeld 8 vjet më parë. Jam Ariani, drejtori i programit. Ju duhet jeni Amira. Po, ju përgjigja ajo me një zë të ngarkuar. Kam ardhur nga Kosova. Kam dëgjuar për programin tuaj dhe
Shpresoj që mund të më ndihmoni? Ariani buzëqeshi, sigurisht që do t'ju ndihmojmë. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Ndërsa i tregonte Amirës nëpër kopsht dhe i shpjegonte se si funksiononte programi, Ariani nuk mund mos të mendonte për paralelet me historinë e tij. Edhe ajo kishte lënë pas vendin e saj, duke kërkuar një jetë më të mirë. Edhe ajo kishte ardhur me pak gjëra në valixhe dhe një zemër plot shpresa. A keni eksperiencë me bimët? E pyeti ai. Gjyshja ime kishte një kopsht të madh vegetativ në fshat. Kaloja verë të tëra duke punuar me të, por doja të mësoj teknika më moderne. Ariani ndjeu një ndjenjë të ngrohtë familjariteti. Ishte sikur të dëgjonte një version më të ri të historisë së tij. Javët që pasuan, ai e pa Amirën duke përparuar me të njëjtin zell që kishte pasur edhe ai vet. Ajo thithte çdo informacion, bënte pyetje të mençura dhe tregonte një talent natyror për të kombinuar aspekte teknike me kreativitet artistik. Një ditë, ndërsa po punonin së bashku për riorganizimin e një vendi luledije, Amira e pyeti: "Arioni, pse vendosët të bëni këtë? Pse ti ndihmoni njerëzit si ne?" Ai pushoi punën dhe shikoi rreth kopshtit. "Sepse dikush më ndihmoi mua." Një grua e moshuar zvicerane që nuk kishte arsye t'i besonte një të huaji, por e bëri gjithsesi. Ajo ndryshoi jetën time dhe tani dua ta ndaj atë bekimi me të tjerë. Ajo duhet ketë qenë një grua e mrekullueshme. Ishte. Emri i saj ishte Margaret dhe ju i do të pëlqente shumë. Ajo besonte se dashuria dhe mirësia janë gjërat e vetme që mund t'i kalojnë të gjithë kufijt. 6 muaj më vonë, Amira kishte mbaruar programin dhe kishte marrë një punë të shkëlqyer në një kompani prestigjioze kopshtarie në Gjenevin. Në ceremoninë e diplomimit, ai u ofrua te Ariani. "Arion, si mund t'ju falenderoj për gjithçka që keni bërë?" "Mund të më falenderoni duke e bërë të njëjtën gjë për dikë tjetër kur të keni mundësinë," ju përgjigjej. "Kjo është e vetmja mënyrë se si funksionon dashuria. Duhet ta japësh përpara." Atë mbrëmje, Ariani ul në vendin e tij të preferuar në kopsht, të njëjtin vend ku dikur ushe me Margaret. Ai mendoi për udhëtimin e tij të jashtëzakonshëm, nga një djalë i ri shqiptar që kishte ardhur në Zvicër pa asgjë, deri te një hom me sukses që tani ndihmonte të tjerë të realizonin ëndrat e tyre. Por më e rëndësishmja, ai mendoi për Margaret dhe për mësimin kryesor që ajo e kishte dhënë, se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria dhe kujdesi që ndaj me të tjerët. Ndërsa hëna po ngrihej mbi kopshtin që kishte bërë gjithnjë më të bukur me vitet, Ariani buzëqeshi. Ai e dinte se Margaret do të ishte krenare për atë që kishte arritur. Dhe e dinte se tani ai ishte duke dhënë një mundësi së paku një Margaret të ardhme për të gjetur njërin Arian të ri. 10 vjet pas vdekjes së Margaretit dhe 18 vjet pasi Ariani kishte ardhur për herë të parë në Zvicër, jeta e tij kishte marrë një formë që ai nuk do ta kishte imagjinuar kurrë në ëndrat më të optimiste. Fondacioni Margaret Wilson tani kishte zgjeruar operacionet në 3 qytete të Zvicrës dhe kishte ndihmuar mbi 500 emigrantë të rinj të gjenin profesione në fushën e kopshtarisë dhe peizazhistikës. Por më shumë se kaq, ai kishte krijuar një rrjet mbështetëse ku të diplomuarit e programit ndihmonin njëri tjetrin dhe mentorship për brezin e ri. Ariani vet ishte bërë një figurë e njohur në komunitetin ndërkombëtar të kopshtarisë. Ai ishte ftuar për të folur në konferenca në të gjithë Evropën. Artikujt e tij ishin publikuar në revista specialituese dhe projektet e tija ishin bërë pjesë e kurrikulave të shkollës së kopshtarisë në disa universitete evropiane. Por gjëja që e bënte më krenare nuk ishin sukseset profesionale. Ishte familja e re që kishte ndërtuar.